Nëse je ende në një lidhje me një narcisist, nuk je i dobët. Këto janë 3 truke emocionale që ata përdorin për të mbajtur të varur, pa e kuptuar fare. 1. Shpërthime intensive dashurie. Të mbulojnë me vëmendje dhe dashuri, të vendosin në piedestal dhe pastaj të ulin pa pritur dhe në mënyrë të dhimbshme. Qëllimi, çekuilibër emocional. 2. Gaslighting. Ripikturim i realitetit. Ndryshojnë fakte dhe situata në mënyrë shumë bindëse, derisa ti fillon të dyshosh në veten tënde. Qëllimi, mosbesimi në gjykimin tënd. 3. Rishfaqja e versionit fillestar. Sa herë që ti përpiqesh të largohesh, ata shfaqen në versionin e tyre më të mirë. Atë që njohet në fillim. Qëllimi, të mbajnë afër si ushqim për egon e tyre. Njihi këto shenja. Mbro veten. Dhe më e rëndësishmja, gjyko ciklin afatgjat, jo momentet e shkurtra të lumtura.